Deri të diellën mbaron afati I mandatarit. Në fakt pas konstruimit të kuvendit, me njëherë kryeministri Kurti e ka marrë, është propozuar si mandatar nga lëvizja vendosje, është konfirmuar nga presidenti edhe me njëherë kanë filluar përpjekjet për krijimin e qeverisë. Ne duhet presim, përpjekjet janë duke vazhduar dhe ne duhet presim deri të diellën për të ditur versionin edhe verdiktin final të kuvendit të Kosovës sa I përket ekzekutivit. Unë besoj që ne mund të kemi një qeveri Kurti 3 deri të diellën. Në çfarë konstelacioni, në çfarë përbërje? Me shumë gjastë në fundjavë, besoj që do të kemi një seancë të kuvendit. Fundjavë? Por ajo që është e rëndësishme nga tash, nga nesër deri në fundjavë, unë besoj që duhet kishim një seancë të kuvendit. Ajo çfarë është e rëndësishme është që e gjithë përpjekja jonë ka qenë që konstruimi I kuvendit edhe formimi I ekzekutivit të ndahen, që mendoj që kjo është pjesë e maturisë demokratike, sepse kuvendi duhet të ekzistojë gjithmonë pa marrë parasysh dinamikat e krijimit të ekzekutivit. Mendoj që kjo është edhe pjesë tashmë e zakonit kushtetues të Kosovës. E dyta, ajo që ka qenë e rëndësishme është që nënkryetari I kuvendit Kosovës është zgjedhur Nenad Drashić, edhe me këtë ju është dhënë një mesazh që lista serbe nuk mund ta monopolizoj votën e serbëve në Kosovë e aq më pak edhe të komuniteteve tjera. E treta ka qenë e rëndësishme që zero influencë, zero faktorizim për listën serbe gjatë formimit të institucioneve. E katërta e rëndësishme është që të gjitha diskutimet vazhdojnë mbi bazën e parimit të peshës e legitimitetit popullor, secilit ju është dhënë mundësia, oferta gjeneroze mbi bazën e votave dhe legitimitetit popullor që e kanë marrë gjatë mandatit të kaluar.